Ekuacioni i gradës 2, formulat e vjetës. Ekuacioni i gradës 2 është i formës ax katror plus bx plus c baraz me 0, ku a, b, c janë numra real dhe a-ja e ndryshme nga 0. Për ta zgjidhur këtë ekuacion, ne gjejmë dallorin, që është i barabartë me b katror minus 4ac, pastaj gjejmë rrenjët x1 dyshi minus b plus minus rrenja e dallorit për mbi 2a. Tu dallojmë 3 raste, kur dallori është pozitiv, ka 2 rrenjë të ndryshme, kur dallori është 0 ka 2 rrenjë të barabarta dhe kur dallori është negativ nuk ka rrenjë reale. Po marrim një 3 shembuj të thjesht, sa për të kujtuar formulat. Dallori në këtë rast është 4 në 4 16 minus 4 1 herë 3 12 baraz me 4. x1 dyshi baraz me minus b që është 4 plus minus rrenja e 4-ës është 2 për mbi 2a 2 erë 1 2 dhe del 4 minus 2 për mbi 2 4 plus 2 për mbi 2 x1 shi del 4 minus 2, 2 për mbi 1, 1, dhe x dyshi baraz me 6, pjesëtim për 2, 3. Rrenjët janë 1 dhe 3. Dallori doli pozitiv, ka 2 rrenjë të ndryshme. Marrim shembullin e dytë. b në katror, 4, minus 4 erë 1, 4, del 0. Atëherë ky ka 2 rrenjë të barabarta, x1 shi barabart me x2 shi, i barabart me minus b për mbi 2a baraz me 1, x1 shi i barabart me x2 shi baraz me 1, dallori është i barabart me 0. Në rastin e tretë, b në katror vete 4, minus 4 erë 5, 20, minus 16, dallori negativ, ky nuk ka rrenjë reale. Nuk kemi për interes të bëjmë shumë shembuj me zgjidhje ekuacionit të gradës së dytë, do kalojmë te formulat e vjetës. Janë x1 plus x2 është i barabart me minus b për mbi a dhe x1 herë x2 është i barabart me c për mbi a. Këtu kemi një shembull, gjeni shumën dhe prodhimin e rrenjëve të ekuacionit pa e zgjidhur atë. Kemi 3x katror minus 5x minus 18 baraz me 0. Atëherë, c-ja baraz me x1 plus x2 baraz me minus b për mbi a e barabart me minus, b ne kemi minus 15 për mbi anë 3 baraz me 5 dhe p-ja baraz me x1 herë x2 baraz me c për mbi a baraz me minus 18 për mbi 3 baraz me minus 6. Pra, pa e zgjidhur ekuacionin, ne gjejmë shumën dhe prodhimin e rrenjëve. Po të transformojmë ax katror plus bx plus c, faktorizojmë anë, kemi x katror plus b për mbi ax plus c për mbi a, minus b për mbi a-ja jep shumën, vetë shuma do jetë minus c këtu, plus p. Pra ekuacionin e gradës së dytë mund ta shkruajmë ndryshe, a që shumëzon x minus shumën plus prodhimin. Atëherë këtë formulë ne zbatojmë. A ekzistojnë numra real alfa, beta, që ta kenë shumën 8 dhe prodhimin 7? C-ja është e barabart me 8, p-ja është e barabart me 7. Formojmë ekuacionin e gradës 2. X në katror minus 8x plus 7 baraz me 0. Minus c plus p. Këtu kujdes, minus është me shenjë të kundër. P-ja vjet po me të shenjë. Gjejmë dallorin. Minus 8 në katror 64, minus 4 e 7 28, ky është pozitiv, pra ekzistojnë numra që ta kenë shumën 8 dhe prodhimin 7. Në qoftë se dallori do dilte negativ, ne do thoshim që nuk ekzistojnë të këtillë.
Shkruani ekuacionin që ka si rrenjë numrat -3, 5. Atere, seja është -3 plus 5 baras me 2. P është e barabartë me -3 herë 5 minus 15. Ekuacioni do jetë x në katror minus 2x plus p që kemi minus 15 baras me 0. Ose fare thjesht, në qofse ne nuk do na kujtoheshin këto gjëra, do ta shkruanim x minus minus 3, x minus minus 3 vete plus 3, që shumëzon x minus 5 baras me 0. E shkruajmë në këtë mënyrë që e kemi më kollaj kur i harrojmë këto formula. Ushtrimi tjetër, x1, x2 janë rrenjët e ekuacionit x në katror minus 3x plus 1 baras me 0. Pa e zgjidhur atë, gjeni 2x1 plus 2x2. Pa e zgjidhur ne gjejmë shumën x1 plus x2 e barabartë seja, ja ku e kemi, është 3. Dhe x1 her x2, peja është 1. Shuma është 3 dhe prodhimi është 1. Atëre këtu e shkruajmë baras me 2, x1 plus x2, barabartë me 2 her 3, baras me 6. Kërkesa e parë. Kërkesa e dytë. Gjeni 1 mbi x1 plus 1 mbi x2. E kthejmë në emrus përbashkët del x2 plus x1 përmbi x1 her x2. x2 plus x1 ishte 3, përmbi prodhimi ishte 1, dele barabartë me 3. x1 në katror plus x2 në katror. Ne këta mund të shkruajmë kështu, x1 në katror plus 2x1 x2 plus x2 në katror. Minus 2x1 x2 e shtuam dhe e hoqëm me qëllim që këtu të formojmë katror binomi x1 plus x2 e gjitha në katror. Atëre shumën e kemi në x1 plus x2 minus 2 x1 her x2 prap dhe prodhimin e kemi. x1 plus x2 është 3 në katror minus 2 her x1 her x2 e kemi 1, 9 minus 2 baras me 7. Pa e zgjidhur ekuacionin 2x në katror plus 3x minus 2 baras me 0, formoni një ekuacion të gradës së dytë me rrenjë sa dyfishi i rrenjëve të ekuacionit të dhenë. Gjejmë shumën e rrenjëve të ekuacionit të dhenë x1 plus x2 i barabartë me minus b përmbi a minus 3 të dytat dhe x1 her x2 baras me c përmbi a minus 2 përmbi 2 baras me minus 1. Ekuacioni i ri që duam të formojmë neve është y në katror minus c y plus p baras me 0. Ku seja është e barabartë me y1 plus y2, rrenjët janë sa dyfishi 2x1 plus 2x2 barabartë me 2, x1 plus x2 baras me 2 her minus 3 të dytat, pra seja do jetë e barabartë me minus 3 dhe p baras me y1 her y2, 2x1 her 2x2 baras me 4, x1 her x2 baras me 4 her x1 her x2 del minus 1. Pra prodhimi doli barabartë me minus 4. Atëre ekuacioni është y në katror minus, sa e kishim sen, minus 3 y plus pen e kemi minus 4 baras me 0. Y në katror plus
3y minus 4. Ky ekuacion i ka rrënjët sa dyfishi i rrënjëve të ekuacionit të parë. Edhe këtu do përdorim formulat e vjetës. A plus b-ja e barabartë me 6 dhe a në katror plus b në katror baraz me 28. Gjeni prodhimin a er b dhe shkruani ekuacionin që ka për rrënjë numrat a dhe b. Atëre, ekuacionin shumën e ka të rrënjëve 6, duhet gjejmë prodhimin. Marim a plus b, e ngrem në katror të dy anët, dhe kemi a në katror plus 2ab plus b në katror baraz me 36. A në katror plus b në katror është 28 plus 2ab baraz me 36. 2ab e barabartë me 36 heqim 28 është e barabartë me 8. 28 edhe 8 bëjnë 36. Pra e barabartë me 8. A er b e barabartë me 4. Atëre, s-ja në këtë rast është 6 dhe p-ja është 4. Ekuacioni është x në katror minus sx plus p baraz me 0. Pra x në katror minus 6x plus 4 baraz me 0.